Përshëndetje gjithëve, sot do shikojmë të gjitha këto produkte një nga një, janë kryesisht produkte për kujdesin personal, për flokët, po gjithashtu edhe për berberat. Mos harroni të na bëni subscribe dhe të na ndiqni në rrjetet sociale, të cilat janë Instagram, Facebook, TikTok me emrin Berberal. Tani afro të shikojmë gjitha nga afër. Do ta nisim fillimisht me nga fundi për në fillim. Kjo është një produkt i cili quhet ujë tonik në shqip dhe shërben për skalpin e kokës, është 400 ml. Për ata që kanë probleme sidomos verës, fillon të acarohet lëkura për skalpin e kokës. Dhe u sugjeroj gjithëve sepse ka dhe me çmime shumicë dhe pakicë varet se sa dëshironi. Kemi shkumën për kaçurrela. Ka një super aromë dhe është i vetmi produkt që i trajton kaçurrelat, i stilon. E gjeni vetëm tek Berberal. Na kontaktoni në rrjetet sociale. Do keni dhe numrin poshtë faqa. Këtu janë kolonjat, janë 400 ml, është e firmës Barber Time, është firmë prestigjioze që është dedikuar vetëm berberave. Gjithashtu edhe këtu kemi dhe xhelat. Tani kemi xhela, pomada, spajtër, krem, edhe këto që janë version mat pas këlqim. Shikoj. Është e gjitha. Më ndaloj pak. Si po thoja dhe më parë, kemi çdo gjë në lidhje me flokët edhe me fytyrën. Tani, shikojeni këtë xhelin, është Barber Time i Spajtër. Keni parasysh ato krema që hapen kështu, që kemi parë edhe në video. Kanë shumë ekonomik. Ky për shembull ka super aromë të freskët dhe do ishte një super kombinim me këtë kolonjën. Kanë aroma shumë të ngjashme dhe nuk ka nevojë fare as për parfum, as për gjëra shumë të shtrenjta. Me këto të dyja do të urri një aromë do të shoqëroj gjatë gjithë ditës. Kalojmë ke produkti tjetër. Kjo është aromë veçantë. Këtu në Shqipëri janë të rralla produktet me aromën e art kokosit. Shikoni pak, është super preferuar, ka pas shritje pafund, gjithë e pëlqejnë shumë. Pastaj vazhdojmë ke pjesa e xhelave. Kjo është pomadë. E shohim pak, shikoj pak. Kjo është pomadë, vjen pak në formë pak më të ngrirë nga xhelat. Edhe mjafton të marrësh fare pak për të stiluar flokët. Këta janë xhelat që janë 400 ml, dy prej tyre janë me veti kuruse. Si për shembull këtu edhe versioni i jojopës. Ka edhe versione të vogla për ata që bëjnë edhe udhime, mund t'i bëjnë për xhep ose në për çantat e tyre personale. Vazhdojmë edhe këtë tjetrën. Kjo është blendi i Barber Marmeras, versioni madh. Dhe versioni i xhelit me përbërje ujë. Edhe këto kanë super aroma, është i fuqe dhe sasi më të vogla nëse do të punë e kësaj. Vazhdojmë me tjetër, tani jemi tek pastat. Dhe versionet e pastës, jemi te versioni i pastës, që është ky. Këta kanë një të mirë, sepse ky lloj versioni mjafton vetëm fare pak të marrësh, edhe nuk t'i ngrin flokët, i mban të zbutura dhe gjithashtu ky lloj produkti është edhe me shkëlqim dhe pa shkëlqim. Tani jemi tek produkti tjetër i Marmers, është kjo, e cila është boj mjekre, por ka një kohë të limituar për 3-4 ditë, ka të përfshirë furçën edhe një stasi të konsiderueshme, domos për çuan që janë fiksuar për të krijuar këto harqe, këto cepat, kjo do i bëj super punë. Keni ngjyrë zezë edhe ngjyrë kafe. Këtu janë pjesët e vajrave. Këta janë super aromatizues. Madje me 2 pika vaj, nuk e nevojë fare për parfum. Shikoj pak. Edhe ky janë vajra, janë të Marmers. Produkt që gjeni vetëm te Berberal, në asnjë vend tjetër. Ka një aromë të jashtëzakonshme. Gjithashtu kemi dhe
produktin tjetër të marmës është kyçeriu që është për mjekrës, sidomos për çunat që kanë mjekrë shumë të aqme, mjafton fare pak, ja ta shikojmë edhe nga afër. Në Shqipëri nuk paranjihen shumë si produkte, por janë produkte të jashtëzakonshme. Domethënë ti merr pak nga kjo, e fërkon zetën duar, edhe pastaj e stilon mjekrën. Përveç pjesës që është praktike, por e stilon mjekrën në mënyrën që ti do nuk të ngrihen më këto qimet që ngrishin nga era ose vazhdoj me produktin tjetër. Janë kolonjet e mëdha të marmërës. Nxjerrim një version. Mos harroj faktin që marmëra është i firmë që fillimet e veta i ka qenë në vitin 1970. Është i firmë prestigjioze që kryesisht merret me kolonja, por edhe me pjesë të tjera të berberit. Kjo është kolonjë 500 ml, është diku midis aromës të gjinit dhe është një lloj lule tjetër, nuk e di rritet ta ndej nga jugu, por ka një aromë fantastike. Është super e freskët. Nuk po më kujtohet tani për momentin. Kjo ka disa kolonja të mëdha 500 ml. Për momentin kemi diku tek 6-7 copë, po këtë javë vinë edhe të reja. Dhe kolonjat e vogla që janë 400 ml që shpesh i shikojmë edhe te berberi. Por ndryshe nga kolonjat, nga gjithë kolonjat e tjera, këto realisht kanë për aroma të jashtëzakonshme. Një e tillë shkon 24 orë nëse ti e vendos e hedh tek bluza te pjesa e trupit. Dhe shumica e çunave i kanë hedhur poshtë parfumat, marrin direkt 2-3 nga këto, ose bëjnë kombinimin midis balsamit, balsam krem, por është pjesë e kolonjës. Nëse i bën këto dyja, do kesh një super aromë. Vazhdojmë me tjetrën. Kalojmë ke xheli i marmës, që është ky me aromë karameli. Kam dalë tani, ka një aromë spektakolare. Kjo të shoqëron, nëse ti për shembull do kalosh në rrugë, do ta krenj gjithë kokën, sepse ka një aromë që vërtet duket që erdhi dikush, më kupton, erdhi prezencë e re, duket që ka diçka të re, domethënë është e freskët dhe gjithashtu ndihet prezenca jote në çdo ambient që të hysh vetëm për shkak të këtyre aromave. Vazhdojmë me tjetrën. Janë xhelat e ndhenj. Këto kryesisht janë për berbera ose për prindrit tuaj, për gjyshit që bëjnë ruajtje me brisk. Mos krijojnë shkum, mos krijojnë kështu, bëhet pis andej, bëhet pis te. Mjafton vetëm ta shtypësh të, ke dy sasi, 1000 ml që është e madhja dhe 500 që janë disa më të vogla. Edhe këto kanë aroma të ndryshme, ja ky është versioni i vogël. Tani po i afrohemi fundit, kanë ngelur dhe këto 3 produkte të Barber Time-it. Janë 2 llojet e skrapit, edhe mask balt. Kryesisht është 80% balt edhe pjesa tjetër mask, brenda një kutije. Skrapi ne nuk e kemi pas ditur dikur, por skrapi është një produkt unisex që mund të përdoret dhe për femra dhe për meshkuj, por këta kryesisht janë për meshkuj dhe mjafton në mëngjes të marrësh pak fare, një gisht, është i krem me gurza brenda, që hap porët e fytyrës, të heqë yllyrën e fytyrës dhe gjatë gjithë ditës ti do jesh super i freskët. I ke parasysh në verë, janë disa për shembull që plasin vape, edhe i delin dyra sepse u aprallon trupi. Tashmë me një të tillë nuk do keni probleme fare. Mos harroni ta bëni subscribe, do shihni videot e ardhshme dhe na bëni follow dhe na ndiqni kudo në rrjetet tona sociale, mjafton të shkruani Berber Alb. Ciao.